Bashkim Pasrami, një veteran I sportit shkodran dhe ati shqiptar, e atletik, por përshysë në gjimnastik dhe një bashkohës dhe një mik I afër të Bardel Hoxhës që sot do e pracitin në banesën e fundit. E vërtet. Sot po dana nga miku im I rinisë e Flesnis, Bardel Hoxha. Njëri I ndershëm, me kontribut të jashtëzakonshëm në çdo fushë sporti sidomos, me rezultate jashtëzakonisht larta në gjimnastikën sportive, sidomos me ekipin e gjimnastikës të femrave të Vllaznisë, fituesi disa trofeve. Po. Unë e kujtoj për dy qysh vitet e shkollës, njëri I ndershëm, korrekt dhe me bagazh të lartë sportiv. Është një ditë ta kujtojmë, se e meriton ta kujtojmë, për jetëshëm që kujtimi I tij. Ju si familje keni pasur edhe bashkëpunëtor të afërt duke pasur parasysh edhe fatmirën që keni në këra bashkëpunëtor tuaj pra. E vërtet. Keni pas një jetë të tërë, jo vetëm në sportin e gjimnastikës, por edhe në edukimin fizik. Edukimin, po. Si ishte në punën e përditshme? Ishte shumë korrekt. I dashëm korrekt me fëmijët, me nxënësit, me gjithë, e do të gjithë kolektivi, edhe I ndershëm në drejtimin e karrierës tij sportive, edhe si trajner I komplet plot. Një humje e padyshme në madhe për sportin shqiptar dhe sportin e gjimnastikës. Po shikojmë, po. Ai ka dalë këtu çmushim edhe si sekretari I Federacisë Gjimnastikës atë vitet e fundit. Me kujtimet më të mira për shokun tim të rinisë të Flesnisë. Ju falenderoj. Qofsh më derë.